Bismillahirrahmanirrahim. Ndoshta e keni vënë re se gjatë ezanit të sabahut, muezini thot një fjali, e cila dallon nga çdo ezan tjetër. Shtohet as-salatu khayrun minan nawm. Namazi është më i mirë se sa gjumi. Edhe kjo është një thirrje madhështore nga Zoti i gjithësisë, që na fton për të reflektuar çdo ditë që hapim syt se namazi është më i mirë se sa gjumi. Dhe dita vazhdon. Gjatë ditës ka shumë gjana, veprimi i të cilave janë më të mira se sa shumë gjana të tjera. Fjala vije, leximi është më i mirë se sa humbja e kohës. Po lexoja një detaj shumë interesant, që lidhet me një grup njerëzish që jetojnë në iluzionet apo në ëndrat e të kenunit kundërshtar për çdo gjë. Njerëz të cilët veprojnë sipas një fjale që thotë kundërshto, që të njihesh, pra të biesh në sy. Edhe gjeta se në një prej veprave të Sheikhul Islamit, Imam Ibn Hajar Asqalanit, ai shënon se Ahmed ibn Abdullah ad-Daim ishte një poet, por poet që shkruante gjithmonë kundër rrymës. Dhe një herë vizitoi Damaskun. Dhe Damasku ishte një vend i qytetëruar, i civilizuar, çdo gjë funksiononte siç duhet. Dhe nuk gjeti gjë tjetër veç se të sulmonte kadiun e vendit. Edhe shkroi ca vargje duke e shah kadiun. Kadiu e thirrri atë. Edhe i tha, "Ki shkruar për ne?" Edhe ki thanë, "Ça nuk është e vërtet." Tha, "E kam bërë me dashje, sepse njerëzit veç se flasin mirë për ju. Edhe njerëzit veç se ju lavdrojnë. Dhe unë mendova, po të shkruaj si shkruajnë, nuk do të bie në sy. E nëse ju kritikoj, apo shkruaj çfarë nuk është, ndoshta kadiu do të më dënoj e do të më ndëshkoj dhe kështu do të bëhem i famshëm." Kadiu qeshi nga sjellja e tij dhe nuk e mori për shumë. Kështu të dashur të shtrejt. Lexoj se në realitetet e sotme, fjala bie, ka njerëz që flasin për një çështje të caktuar fetare. Dhe me njëherë duket sikur personazhi që shkruan apo hedh dritë mi këtë apo atë çështje deri në çështjet e thelbit të besimit në akide, por jo vetëm, ky është një mendimtar islam, apo ky është një dietar apo një hoxhi ditun. Ose mund të shohësh në realitetet e shumë prej programeve të sotme apo rrjeteve sociale, një person i cili të flet për çështjen e gruas. Fjala bie që gruaja nuk e ka për obligim që të shërbejnë në shtëpinë e burrit të saj, dhe menjëherë dritat e projektorët vërshojnë drejt atij personi dhe bëhet sikur të ishte një specialist i çështjeve të familjes. Edhe kështu, të dashur në të shtrejt, në shumë prej çështjeve të jetës, në realitetet tona, do të gjejmë njerëz që janë gjithmonë kundër rrymës, duan të ecin për herë kundër rrymës. Nëse ti i thu shëndet, ai e merr për të kundërtën. Nëse ti e këshillon me urtësi, ai do të reagoj me kokfortësinë e tij. Nëse ti i thu një fjalë të urtë, ai do të sillet me arrogancën tipike të një njeriu të paformuar. Prandaj, besimtari, siç thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, është i urtë. Është njeri i ekuilibruar. Është njeri i cili e sheh mirë punën e tij, i bën mirë llogaritë e tij. Është njeri i cili nuk e humb kohën duke u marrë me çfarë nuk i takon. Dhe nuk hedh balt mi punën e të tjerëve. Dhe mi gjithçka ka parasysh se nesër, kur të dalë para durve të Allahut azza wa jall në ditën e gjykimit, do të llogaritet edhe për një fjalë të vogël, sa do e vogël qoftë ajo që e ka thënë. Edhe për diçka që e ka shkruar, edhe për çdo gjë. Prandaj të veprojë gjithë secili prej nesh atë me të cilën kur takohemi nesër në ditën e gjykimit, do të na bëj të ndjehemi krenar dhe jo e kundërta. Lexojmë në trashëgimin tonë islame fjalën e madhe të Hazreti Omerit, i cili thotë që llogaritni veten tuaj para se të llogariteni në ditën e gjykimit. Dhe peshojini veprat tuaja para se t'ju peshohen. Është shumë e rëndësishme që njeriu me e ditë atë urtësinë e madhe që thotë, e mëshiroft Allahu atë person që e din për masën e vetës e tij dhe qëndron tek caku i tij. Sepse kush e te kalon cakun,
në fakt vërteton papjekurinë e tij. Allahu ju dashtë.